Seanca konstitutive e Kuvendit e Kosovës, e cila filloi me 15 prill dhe është ndërprerë 8 herë deri me sot, vazhdoi në Prishtinë, së pari për shkak të mosmiratimit të raportit të certifikimit të mandateve parlamentare, me pas për shkak të pamundësisë së zgjedhjes së një kryetari të ri të Kuvendit. Sot ajo u ndërprej për herë të nëntë, pasi shumica e deputetëve nuk ishin pro propozimit për të mbajtur votimi i fshehtë. Igor Simić deklaroi nga foltorja se lista serbe nuk do të propozojë një antar të komisionit për një votim të fshehtë, dhe partitë opozitare shqiptare kishin gjithashtu të njëjtin mendim, kështu që propozimi mori vetëm 55 vota. Pra, seanca sot me deputetët votuan 6 herë në kryetarin e parlamentit, që nga 19 prilli, kur puna deri sot shkoi në atë pikë vetëvendosje për atë vend, Albolenën Haxhiu e propozoi, nuk arriti të merrte 61 votat e nevojshme për të zgjedhur. Kuvendi do të vazhdoj punën me 3 maj. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, kërkoi kreut të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtit që të ndryshojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës pas takimit me Kurtin të mbajtur në prag të një përpjekje të re për të konstituar parlamentin. Ai u tha gazetarëve se nuk ishin arritur asnjë marrëveshje politike dhe se kërkoi që vetëvendosja të ndryshojë kandidatin për kryetar të Kuvendit. Dje Kurti ftoi në një takim udhëheqësit e dy partive më të mëdha shqiptare të PDK-s dhe LDK-s, por LDK-ja ja fërëzoi të merrte pjesë. Pas seancës së Kuvendit, Krasniqi tha se votimi i fshehur i propozuar do të kishte kuptim vetëm nëse do të kishte 2 kandidat për kryetar të Kuvendit, dhe se deputetja vetëvendosjes Donika Gërvalla akuzoi partitë opozitare shqiptare dhe listën serbe për bllokimin e Kuvendit. Më shumë se 2 muaj pasi policia e Kosovës mbylli qendrën për punë sociale në Leposavić, situata për fisuesit e ndihmës sociale është gjithnjë më vështirë për rreth 1500 përfitues të ndihmës sociale kanë shumë probleme me marrjen e dokumentacionit të nevojshëm. Edhe pse përfitimet sociale nuk janë pezulluar, barra administrative dhe kostet e transportit bëhen të papërballueshme për më të prekshmin, pasi ata detyrohen të udhtojnë drejt qendrës së punës sociale në Rudnic në territorin e Serbisë qendrore për të ushtruar të drejtat e tyre. Drejtoresha e Qendrës për Punë Sociale, Natasha Nasić, theksoi se po bëhet përpjekje për të ndihmuar përdoruesit, por thekson se kushtet e vështira të punës dhe pamundësia për të dalë në terren e ndërlikojnë edhe me tej situatën, veçanërisht për të palëvizshmit dhe të moshuarit. Me rastin e ditës ndërkombëtare të punës, Instituti Demokratik i Kosovës deklaroi se qeveria nuk miratoi ligje të reja në fushën e mbrojtjes sociale, as nuk zbaton ligjin ekzistues, ndërsa Kuvendi i Kosovës nuk zgjodhi një përfaqësues sindikal në bordin e drejtorëve të fondit të kursimeve pensionale dhe nuk mbikëqyrë më punën efektive të qeverisë. Instituti gjithashtu tregon një rritje drastike të numrit të vdekjeve në vendet e punës vetëm në 12 vitet e fundit. Sipas statistikave zyrtare, 263 punëtor humben jetën në vend të punës, 12 prej tyre vitin e kaluar, ndërsa në 4 muajt e parë të vitit 2025 janë regjistruar tashmë 10 vdekje në punë. Kryetari i Aleancës së Bizneseve të Kosovës, Agim Shahini, thekson se në Kosovë ende nuk ka ligj për sigurimet shëndetësore dhe se për punonësit e vendeve me punë në rrezik të lartë nuk ka sigurime shëndetësore. Punonësit e sektorit publik nuk u lejohet të protestojnë, ndërsa në sektorin privat ata kanë frikë ose nuk kanë kohë të lirë për të protestuar, thot Shahini, dhe thekson se sindikatat në Kosovë janë në një pozicion shumë të keq. Ata janë të përqarë dhe kanë më shumë pikpamje politike se sa të luftojnë për drejtat e punëtorëve, prandaj shumë pak njerëz vinë në protesta, tha Shahini. Sot mbushen 26 vjet nga vdekja Maria dhe Nikola Petrović, të cilët u vranë në vitin 1999 nga një bombë natus që u hodh në autobusin e pasaçerëve Nishe Ekspres në urën e Luzhanit pranë Podijeves, u shënua me një shërbim për kujtimor në Varreza dhe një humazh në pllakën për kujtimore në shkollën fillore Kral Miluti në Graçanic. Me 1 maj të vitit 1999, Maria ishte 14 vjeç, ndërsa Nikola ishte 2 vjet më i madh. Së bashku me ata, atë ditë vdiq edhe gjyshja e tyre, Smiljana.
Moti nesër në Serbi do të jetë i kthjellë dhe i freskët në mëngjes dhe me diell i ngrohtë gjatë ditës. Gjatë ditës pritet zhvillimi më i fortë i vranësirave në rajonet kodrinore dhe malore dhe vende me reshje lokale shiu dhe bubullima. Do të fryerë dop deri mesatare veriore dhe veri perëndimore. Temperaturat e mëngjesit do të sillen nga 6 deri në 13, kurse ajo më e lartë e ditës nga 23 deri në 27 gradë Celsius.